Pse çiftet e martuara e kanë thot një hajmali tek dera, që ja ka shkruajtur Hoxha, përse thot i mbajnë? Bestytni janë to, besimet kota, pralla në sakt, dhe larg këtyre gjërave duhet me nejt muslimani, besimtari, besimtarja. E njerëz të tillë, të cilët pra bëjnë gjëra të tilla, në realitet nuk janë hoxhallar. Se Hoxha të fton në Kur'an e në Sunnet. Hoxha të fton dhe të mëson me lexu vetë, me i lexu vetes pra ti, me i lexuar vetes bashkëshortja jote. Dhe muslimani, besimtari, e di që veprat të tilla janë të ndaluara. Kush pra varë diçka të tillë, duke shpresu pra se ajo e ruan apo e mbron, ka bo shirk. Sa ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë është ai që e mbron besimtarin. Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an, inna Allahu yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu i mbron ata që besojnë. Kështu kuptohet prej ajetit. Po ashtu, Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Pra nuk të ruan dhe nuk të mbron hajmalia apo nuska. Larg gjërave të tilla, larg atyre që kërkojnë pra të shfrytëzojnë situata të ndryshme me përfitu. Dhe çështja e besimit është çështje e madhe. Ai që të ruan është Zoti i gjithësisë, fal namaz, lexo Kur'an, bëj dhikrën e mëngjesit, mbrëmjes. Allahu i lartësuar është ai që na ruan, nuk na ruajnë hajmalit, nuskat. Larg këtyre gjërave. Allahu ju ruaj.